dërgimi i flet votime, pasaj kthimi tyre në vend, edhe mund të avonoj edhe rezultatin edhe numërimin gjithashtu? Po, patjetër mund të, për ata që votojnë me postë, që është drejt e tyre dhe që është tradicionalisht tani me disa ciklet e ne e pranishme, po patjetër që mund të ketë ndikim në vonesa, për ashtu se edhe ashtu koha ka dëshmuar që afatet e caktuar nga KQZ-ja për të votuar dhe mënyra votimit me postë, për madje dhe ka pasur edhe ankesa nga partitë politike, nuk ka qenë ma mira mundshme dhe ma efektivja mundshme. Po, dhe në përgjithësi, si eshin e data 28 dhjetor, a ishte data më e mirë, më e favorshme për organizimin e këtyre zgjedhjeve, marrë gjitha këto sfida që janë përmendur këtë ditë me këtë datë? Po, mbarët se si ta mersh, disa parti politike kanë menduar që 21 është datë ma përshtatshme, mirë po ka mbizotruar, sa di unë dikun 6 parti kanë qenë për këtë datë, që të mbahet me këtë datë, fundi vitit nuk është shumë preferabile, sepse është fundi vitit, njerëz përgatiten për të festuar, përgatiten, ne jemi relativisht fleksibil dhe do të thosha unë jo nomad, por të prirur që të shëtisim, të shkojmë edhe për festa edhe për vikende kështu më radhë, siç po shifet harxhohen mjetet të mëdha, kapitale, do të thosha nga familjet, nga buxheti familjar për të shkuar në vikende, lënë ma fundi vitit, pra jashtë është e mundur që kjo të reflektohet edhe në përqindjen e daljes në votim, përveç elementit të zhgënjimit dhe pakënaqësisë notore, evidente, të popullsisë me këtë klasë politike, kjo fundit është dëshmuar edhe në zgjedhjet lokale në një masë të konsiderueshme, të pakënaqur me këtë klasë politike, prandaj mund ta kemi edhe më shumë të cenuar përqindjen që do të thotë e daljes në proces zgjedhor, që është shumë i rëndësishëm, edhe më i rëndësishëm se ai zgjedhje lokale me gjithë respektin, dhe cenim i parimit të legitimitetit. Dhe legitimitetit vetë të kësaj klase politike atyre deputetëve që dalin dhe madje edhe ekzekutive që dalin nga këto zgjedhje. Prandaj po mundet caktimi datës në fund vitit, kur njerëzit të huajt nuk janë këtu për shkak të festave të shëndellave, të tjerët festave ortodokse, të shëndellave ortodokse pregaditen po ashtu, dhe të tjerët që nuk i përkasin këtyre dy besimeve. A mund kemi mungesë të mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe a e cënon kjo integritetin zgjedhor ajo bazë të asaj si Jo, nuk do të duhej për arsye se fundit ata nëse kanë interes, nuk janë detyruar, por kanë interes juridik dhe politik, pra organizmat të ndryshme të pranishëm në Kosovë, për shembull zyra Bashkimit Evropian e të tjerë, ose beje këta do duhet të kishin zyrtarët e tyre këtu. Por edhe pa ta, ne kemi legjislacionin ton, obligimet tona, kodin penal, do thotë ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, që duhet respektuar gjitha procedurat dhe obligimet dhe operacionet që janë të parapara me ligje me rregullat e Komisionit Qendror Zgjedhor, që të bëhen zgjedhjet dhe pa marrë parasysh janë apo nuk janë dhe sa janë ata, unë mendoj që do të jenë pranishëm sepse është interesi edhe i Bashkimit Evropian që të përcillen, po edhe i agjensive të ndryshme. Por për aq sa janë ne sikur pa marrë parasysh janë apo s'janë ata, ne kemi detyrë gjitha institucionet involvuese, pra ministritë përkatëse, komisionet komunale zgjedhore, komisioni qendror zgjedhor, gjitha trupat komisionar, vëzhgues, mediat janë të obliguara që të respektojnë rregullat ligjore dhe parimet e standardet për t'i përcjellur dhe për të asiguruar jo vetëm një transparencë, por edhe një integritet të pacenuar të procesit zgjedhor. Po, dhe si prisni shkojë ose çfarë rezultate mund të prodhojnë këto zgjedhje duke parë këtë bllokadën që e pam gjatë një viti, zoti Baraliu, ditën kur do t'i drejtohen kutisë së votimit shqiptarët, a dinë se për këtë do të votojnë ose për mënyrën se si të votojnë duke e marrë parasysh këtë bllokadën disa mujore që e kemi parë këtë vit? Po, fatkeqësisht nëse gjykohet sipas sjelljes qëndrimeve, themi veprimeve kombinatorikave që janë aplikuar gjatë këtyre muajve nga kjo klasë politike, nga gjitha partitë politike pa dallim, kush më shumë e kush më pak, e më tepër me i pari fituesi relativ, po pastaj asgjë më pak këta të tjerët, thjesht nuk mund të themi se kemi një prognozë shumë pozitive. Aq më tepër kur duke pasur parasysh afatin që ju përmendet në hyrje të këtij emisioni, për caktimin e koalicioneve që ishte dje përfundoi,
Dhe nuk kemi koalicione parazgjedhore në mes të partive kryesore, ma të rëndësishme, gjitha janë të rëndësishme, por këto ma të mëdha numerikisht. A është pritur që mund të kenë koalicione parazgjedhore? Po nëse mendohet, si që po mendohet, po prognozohet dhe trumbetohet, nëse dani nga eksponent partive të opozitës, që ata do t'jenë bashkë dhe do t'a bëjnë një qeverisje të opozitës deri djeshme, atëherë po ishtë dashtë, sepse janë ma përcaktu se këto koalicionet parazgjedhore. Dhe mund të prodhojnë efektet të caktuara të cilat mandej në një mënyrë një tjetër obligojnë palët, po edhe fuqizojnë. Po natyrisht edhe mund dëmtojnë, prandaj frikën nga jo që dikush diken do të dëmtoj, si që kishte zëra për shembull nga disa parti që ishin koalicion pa përmendur parti dhe emra me respekt, atëhere të gjithë janë në një mënyrë janë stepur, janë tërhequr edhe për kundër deklarimeve se ishin takimet e tyre të shkëlqyera e tjera, në fakt nuk kemi tregon që ose kanë frikë, ose kanë rezerva se mund të ndikojnë vend se pozitivisht negativisht njërin e tjetrin, përsëri pa përmendur emër, sepse nomina odiosa sunt, kanë thënë të vjetrit të Romak, përmendja e emrave dhe të partive politike nuk sjell ndonjë dobi dhe mund të reflektoj, ne nuk duam që të ndikohet në vullnetin e qytetarëve. Edhe prandaj tani kemi një, përveç 2 koalicioneve të partive të tjera, kemi një vetanakizëm, pra një themi personifikim të secili subjekt politik si të rëndësishëm dhe si të mvetësishëm për dalin në zgjedhje dhe ata kanë zgjedhur që dalin vetë dhe jot me të tjerët. Dhe kjo mund sjell, ndoshta droja ekziston dhe mundësitë ekzistojnë një themi konfiguracion, një mozaik parafërsisht të njëjtë, për nga përqindja dhe numri i deputetëve dhe rezultati i zgjedhjeve, gjë që mandej mund të shaktoj përsëri pasojë, sepse këta njerëz janë, ky mentalitet është dhe vështërsi në formimin e institucioneve, fillimisht kuvendit, pastaj sepse e kanë bërë rrugë tash ka mund të kalohet. E kanë trasuar dhe qytetarët e din paka shumë çka pret. Një punë që do të mund bëj për disa minuta, e kanë bërë për disa muaj dhe kanë zvarritur secilin mënyrën e vet deri në absurd për të zhgënjur qytetarët dhe për të ndikuar keq në imazhin tonë edhe brenda dhe jashtë vendit. Konsideroni zoti Baraliu që gjatë këtyre muajve nuk e kanë marrë leksionin nga kjo bllokadë, asnjëra prej këtyre partive nuk e kanë kuptuar leksionin? E kanë kuptuar apo jo, nëse unë mendoj që se kanë kuptuar dhe nëse kanë kuptuar keq, taktikat e tyre dhe strategjitë janë të gabuara, për arsye se po shkojnë të njëjtës rrugë parafërsisht si në zgjedhjet e kaluara, ajo prodhon një rezultat që mund të jetë i përafërt me këtë që kishim. Prandaj do të ishte dashur që të bashkohen ata që mendojnë siç deklaruan, thanë ne të opozitës jemi bashkë, do të jemi bashkë, do të ketë unifikime tjera, jo të brenda partie, po edhe spektër kemi parasysh që nuk bën të vazhdohet, kështu sepse po dëmtohet Kosova siç ndodhi. Pra, ndërkohë që nuk kemi asnjë lëvizje serioze e cila mund të prodhonte ndonjë rezultat ndryshe. Pra, realisht, parimisht gjykuar, ne kemi një ndarje, shpërndarje të njëjtë, një themi konfiguracion, gjithsesi fjala konfiguracion përgjigjet më së miri realitetit të organizimit. Megjithatë pritni që ndonjëra prej partive të ketë më shumë rritje dhe tjetra ulje me këtë narrativë edhe këtë. Sado që mund të ketë, mund të jenë shumë simbolike, mendoj unë, pa dashur të paragjykoj as të profetizoj, por me që kemi narracionet e njëjta, orarizimet, përcaktimet, orientimet e njëjta, si më parë, rezultati s'mund dalë ndryshe. Sepse është thënë edhe nga Einstein edhe nga shumë njerëz të mençur që nëse me metodat e njëjta, me veprimet e njëjta, vazhdoni të veproni, të punoni në zgjidhjen e një problemi ose në avancimin e një çështje, rezultati s'mund dalë ndryshe përveç se i tillë çfarë nuk do duhej të ishte ose çfarë ka qenë. Pra ne çfarë kishim dhe kemi një situatë, kemi trashëguar tashmë, një situatë jashtëzakonisht palakmueshme dhe do të thosha unë e cila kam dro dhe bindje madje që mund të ndikoj negativisht në dalje fillimisht në përqindjen e daljes, më falni, të qytetarëve që është shumë e rëndësishme edhe për rezultate, edhe për konfiguracion ndryshe, po edhe për legjitimitet.
të këtij procesi zgjedhor, se paramendonin që ose 29-30% dalin dhe pretendojnë se 29% idealis është aty, nuk është 100%, pretendojnë se kanë marrë legitimitetin, besimin dhe... Konsideroni që mund ketë një dalje ashtu ullë, 29-30%? Po, pa tjetër, derisa në zgjedhjet lokale patëm një gjë tillë, derisa kemi pasur një thjesht paralizë politike, një betejë të pashembullt deri në absurd të këtyre një ngurtësi dhe këmbgulësie pashembullt dhe jo demokratike deri në mos kuptimin elementar të rolit dhe funksionit detyrës dhe përgjegjësive autorizime që kanë marrë nga votuesi sovran, këta njerëz, edhe deputetet një nga një, edhe partitë politike, për mendimin e shumicës njerëzve me cilët bisedohet edhe kontaktosh, dhe shifet fundit shpreja edhe për mediat sociale dhe kontaktet e drejt për drejta me ta rezulton që po këta kanë zhgënjur dhe kanë përbuzur besimin që o ka dhënë votuesi. Dhe kjo nuk kjo formë e gjykimit, siç po them unë drejt për drejt me sinqeritetin më të madh dhe vërtetësinë, që është fakt notor dhe në shkencë nuk mund të analizohet dhe të sintetizohet ndryshe, nuk po i pëlqen ndoshta shumë kujt, por e kanë gabim, duhet të kuptoj një herë mirë se nuk është shah as karikaturë politika, as ping-pong, por është një profesion jashtëzakonisht delikat dhe i pasbërthyeshëm në situata të caktuara, do duhej shumë strategji, taktik, mençuri, përvojë dhe respekt mbi të gjitha ndaj votuesit dhe shtetit, në mënyrë që të ketë qëndrueshmëri